Selamu alaikum të dashur miq të rretejs, mirë se takohemi sërish me emisionin tonë dhe tuaj në rruga e ndriçuar me hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Të dashur miq, si zakonisht çdo të javë takohemi me emisionin Rruga e ndriçuar dhe pranojmë telefonatat tuaja duke parashtruar pyetje hoxhës së nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Siç kemi premtuar javën e kaluar që do ta kemi një natë vetëm me pyetjet të cilat na kanë arrit nga redaksia. Andaj sonte kemi vendosur që mos të pranojmë telefonata nga ju miq të nderuar, por të lexojmë pyetjet tuaja të cilat na kanë arritur përmes redaksisë tonë. Hoxh, selamu alaikum, mirë se erdhët. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh, mirë se gjim. Hoxh, nderuar, sonte si rrallë herë nuk do të pranojmë telefonata nga teleshikuesit, por do të lexojmë disa pyetje të cilat na kanë arritur nga redaksia. Pyetja e parë thot pyete hoxhën, a bën të lutem me marr gruan e dytë. Kështu pas ka qellu pyetja e parë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala. Falenderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala, salavat dhe selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, të gjithë atyre muslimanë dhe muslimanët që kanë ndjekur rrugën e atij burri të madh derisa tek kësaj dite, ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj çdo lutje dhe dua që nuk ka në të shputje të lidhjes farefisnore, që nuk ka në të ndonjë gjuna. Shka në hadith, mali me du'a bi ithmin o qatiyat ar-rahim, përderisa nuk lutet për ndonjë gjuna, ndonjë të keqe, ndonjë mëkat. Apo për shputje të lidhjes farefisnore, e që din me kanë këtu kanë herë mes njerëzve lutet kundër vllaut, kundër motrës, kundër audhu billah. Çish lutesh kundër vllaut, kundër motrës? Je ma plot zemrën, po t'japë, diçka e ka bën, diçka e ka flet. Dhe çfarë do ai për bën? Ose në gjëna, shaun me bë gjëna lutet insani Zot më unë çka audhu billah të bëj filan marrën ta bëj dikon atje. Më sa më shkëti vjedhë filan pasionim, më sa më shkëti të takë filan të bidë drogë, më sa më shkën filan kazino atje të piraki, që bën insani dua për haram. Përndryshe, nëse duaja është mbrana kornizave që ka leju shariati i Zotit, kjo është halal. E Allah i madhruar ka leju me Koran, martesën me gruan e dytë, andaj edhe ai ka të drejtë më lut, edhe kush në dunja s'u janë ndalan. Tani e pranon Allah se pranon te bareke ve taala. Ajo është çështje e Zotit, e që doja musliman pranohet, por varet që ka jep Zoti aty kufshin fal. Pra, ka të drejtë me lut robi, pse s'ka drejt? Po. Allah shpëlift. Këto është tani emër është gruaja e parë, ka të lutet se merr çështje tjetër ajo, natyrisht. Po mes ti dhe me Zotit, së në nalë kërkosh, së ndërhyn. Lexojmë pyetjen e radhës. A ka mundësi me lexu këtë pyetje? Si kalon kohën e lirë hoxha nderuar profesor Shefqet Krasniqi? Ku është e kohë e lirë? Nëse ke kohë të lirë. Po çka është? Ku më marr atë kohë të lirë hoxha? Ku më gjet atë kohë të lirë? Kush e hupi kohën e lirë që më gjet? Unë kohë të lirë nuk kam. Kohë të lirë nuk kam. Unë doha me gjet ka pak kohë për më kujdes për shëndetin tim. E me shkon në fshat. Shkak ajrit, natyres. Por edhe atje kur shkon, marr libra me veti. Sepse kohë lirë nuk ka, ani pse shumë rrallë shkoj. Tashmë kohë të fundit e marr rrallë. Ka kohë lirë. Në fakt, njeriu po të doj të bëj diçka, kohë lirë nuk ka kur. Tani sa ma shumë me desh me bëj diçka më të madhe, aq më pak ka kohë të lirë. Nuk është vetëm çështja e punëve të mëdha të fesë, që është dërtia, po edhe punë të dunjas. Për shembull, nëse një njeri do të më bëj, e ka unë më bëj pasionik milioner. Ka pushim aja?
gjoja pëshim në tina. A jam në shkruan pëshim, shkova në deti pëshim, shkova, pa i 100 telefonata, 100 takimi bënë online, 100.000 like then. Apo? Ose, duke është dënë me hinë politikë, do në bëjmë malë në politikë, ka pëshim do njëri këtë lira ja? Kur? Tash, nëse këtu për dënja nuk kanë këtë lirë, sa ma shumë që do në bë njeri ju, aq ma shumë paksohet mundësia, zvëglohet mundësia e të pasurit këtë lirë. Po të njëtin që është të këne në fej. Kjo në kuptyn për gjithë shumë, kuptyn pak ma të ngusht. Unë nuk jam kundër atyne, nuk jam kundër mendimi që mas të ketë njeri ju pëshem. Kam qenë, kam ndryshuar. Kam qenë ati mendimi që njeri ju zbërën pas pëshem kur dhejt desë. Sa që po të kësha mundësi, kjo tash ke ideja këthehet vitën 90-ta, kër isha student, po të kësha pas mundësi atëherë, me ndrohë sistemin e komplet në Universitetit Islamik. S'kalon pëshem as vikend, as pëshem veror, as pëshem dëmëror, për pasën Bajram, 2 ditë kërë meselja. 5 vjetë, 10 vjetë pëshem kur heqë. Tamam? Për ditë zotit kimëse. A më tanë për 5 vjetë mësan sa 15 mësojnë të të tjertë. Merë ilmë, dhije merë. Më vone kam ndryshu këtë ideje, të thonë drejten, edhe kam pa që mirë është me dhanë njeri ju ka pak vetës hapsirë, këtë lirë, por prapë se prapë, kështu që në kemë kundërsajnë, prapë se prapë, nuk mund është me gjithë kohën e lirë, veçantë nëse danë me bë punë të më dha. Dhe këto inspirohna unë prej njerëzve që i lezoj, shkruj, për ta punej me fetvat e tyne, me mësimet e tyne, si ka të rimamat e njerëz pas tyne, gjenera pas gjenera, po edhe para tyne, ku nuk nifet se ndë një për tyre ndë njëherë ka pas pëshim. Dhe me folë për biografinë e tyne, ta nashën këtë mision, se se kanë shfrytzuar kohën. Shumë në kam cek, kur kam folur për biografinë e Muhammed bin Hasan e Shejbanit. Zanësit e Abu Hanifes. Që më ka duk shumë interesant me cek një fragment jetës ti për pas gjërave tjera. Ai, aq i preokupuar ka qenë me zanjen e dijes, se me konsideru pëshim e shtu në djele, ose prem të ajtë e harrod qështje. Por aq ka qenë në zanë, sa që i ka thonë familjes vetë, ngruset mive kënë ka pasë, mësë më pëtë një sen dënjat për dënja. Kur me hije, kur me dalet që me bleje, që me shite, që me hongër, që me pije, me shku atje, me nejtë të marrat, kur mësë më vetë në sen djetë. Mësë me angazheni krytë muë, me shkova, erdha, pëve, s'pëve, pëhajmë, pëblimë, mësë me angazheni, lemnit mirëna, veç me dije. Dhe i njëti, fletë për vetë vetën e vetë, dhe është cekum biografiti gjithashtu, natën, kur tjertë flajnë, se ditën me talebe, me shfrytëzon natën, për adhurim, po edhe për shkencë. Dhe thellohet një dijen, mesele, thellohet. Kur arrin me nxjerrë ndonjë mesele, me përfundu, atë shumë gëzohet, sa që harrën lodhin e pagjymsinë dhe thot, ku janë mbretërit të pasurit, përballë kënaqësisë së tyre që kanë ato, me kënaqësinë e tyre përballë pasionisë të mira pozitas, krahazim me neve që o kënaqëm ne kur e zgjedhëm këtë mesele. Pra në farë prehje shpirtërore. Se ibadeti, mësimi është ibadet, ibadeti ka atë kënaqësinë, atë prehje shpirtërore. Kur njeriu arrin për shembull një punim shkencor, mos lasë për një libër ose diçka kur bën njeriu ose një mesele që është bëj kë klavitur. Kur arrin njeriu me kompletuat me kry, gëzohet sa që më disa parë me dhënë nuk e që parë. Tash,
Nuk i dija konsiderohet kjo modestia, nuk konsiderohet, por disa libra për shembull që kam bërë, disa, jo krejt, se doktoratura, magistratura, Aki Tahavije, Fikë Pakisa Muslimane, veprat penale. Kur kam kryer Fikë Pakisa Muslimane, sfidat e mësën perëndim, kam thënë disa miqve të mi, me bëmë më thonë të shash dikush, nisi edhe një herë, i ke $1 milion, nuk e nisi. Ose, me thonë dikush, i ke $1 milion, që këtë liber heqe prej tregu, që duke krejt, mës tjetë, nuk e baj. A në fakt se bes për 10 milion, për 1 milion. Ka qenë Abu Ziyad al-Lu'lu'i, El-Hasan bin Ziyad, zënësit e Ebu Hanifes. Unë kam punu doktoratur për të shumë. Tash po kujtohet njëra tjetër këtu. Shumë sene kom këtu mi thonë. Aq shumë ka shfrytzu kohën ai. Sepse më qitë një temë të kohë e lirë, ku kohë të lirë. Aq shumë ka shfrytzu kohën ai, sa që është cekur në biografinë e tij. Kur ka humur buk, ka dhim kohë me qukat. Ka dhe shqiptorit vetë, lexema ti mu librin, ka dale, se një syti kam të angazho dhe durët me buk. Por vesh të kam të lirë, të lezem diçka, të shfrytëzoj kohën të humur buk. Po nuk ka kohë të lirë. Faleminderit. Hoxha, vazhdojmë me pyetjen e radhës. Po. Hoxh, ne kemi mësuar prej jush se udhëtari mund me shkurtu namazin dhe me i bashku. Mirë po, kesh në diaspor dhe nejta një javë. E ai hoxha në xhami më tha se nuk duhesh me i shkurtu namazet dhe me i bashku, sepse ti e din se sa ditë ki me nejt. Ta shumë s'po di si Sa ka nejtë? Një javë, thotë. Nejta një javë. Ai ka, sepse te dhe sa përën i bie. Nëse rrin me pak se 15-14 me pak, një mëlltar. Qëtash nëse qosh të shkon në Gjermani, ose ku dhe qosh në diaspor, të motra, të vlau, të daj, nda vet, dhe shkon me nejt një javë dit, 10 dit, 14 dit, pa i bë 15. Ty jo mësafer. Në momentin që vendos me nejt 15 ditë më tepër, automatikisht, në momentin që arrinat në atë shtëpi, në atë xhami, në atë vend ku ki me nejt, ti konsiderosh vendas. Këtu një jetë e lunë rolin. Këtu e lunë rolin jeti. O shtë që shtë tjetër, nëse ti shkona po, në shkona në Gjermani për me nejt 34 ditë. Tamam. Nuk e dim sa. As për them 3-4, pak ditë nuk e dina sa. Hiç e di sa. Nashta 3-4-5 ty vene di, kam një punë me kry. Dhe ta mund t'i bosh gati për monizë, Pështilët puna, diçka, shtyhet, dhe të mbetesh një mujtit. Të tanë kohë një altarë. Sepse pënisa nesër. Unë një herë kam betë në Stamboll, isha atarë pej Medines në Stamboll, në Tiranë, edhe me shku në Kësharë në altë atje. Unë ka i ka aeroplani për Tiranë. Tamam. Dhe unë nuk më mërzita fort, thash është tjetëri. S'ka tjetëri. Shkoj në raport për ditë, s'ka. Meta, kom harrusa një 2 javë, kom harrusa. Për toke kam marrë, bëllë kufinit, nësë kështë me imash dhe njës për nejke, kërkusheq, bash për qili. Dhe dosh me nejt. Pra, tash më arru sakë se kom nejtë, por kom nejtë ka gja shumë. Nëse kam nejtë 2 javë ditë, sakë nuk e di, se ku ka kalu tash të sa vjetë. Pra, unë më kam nejtë në qëllim, për njës nësët, mos ka aeroplan nesër, mos pa ka pas nesër. Mos ka nesër, mos ka pas nesër. Abdullah ibn Umeri, radiallahu anhu, ka nejtë në Ishë Republika Sovjetike, në Kazakistan, Uzbekistan, nuk e dinë se në pjesë të kanë atje, dhe kanë za dimri, kanë za bora. 6 mujt ditë, po shkrijet bora sëtë, po shkrijet nesër. Jetë që tash ma mirë, jetë nashtë të vënzikoha, 6 mujt ditë, të më ndu që për nisëm nesër pas nesër, dhe ka shkutu namazin tonë kohë. Andaj kjo është
me kuptue bërthamën esencën kësaj meseleje. Dikush rën 6 muaj shkurton namazin, dikush rën 2 javë ditë s'më shkurton namazin. Çka dallaj? Dallaj të niyeti. Sepse kjo 15 dhe 16 ditë kën fillim e ka bën që ka më 16 ditë. Ndërsa kë 16 ditë kë po nis na sot, po nis na nesër, po nis as po nis na nesër. Njëtën gjë kanë fol fuqahat edhe për punën e ushtarëve. Ushtria ka nisë hec. Piktuit në kam. Nalën 30 qatë, 50 qatë, 70 qatë, 2 qatë, bakit në veni si një mujtët, për ditë presin, për nisëm nesër, për nisëm pas nesër. Ushtarët nuk kanë haber kur i vjen komanda për mu nisë. Ata për çdo ditë presin mu nisë, mu të rjek ose më shku për para, ku të vje komanda. Ushtarë nuk i dhe sekretet e ushtërisë, ushtarë është ushtarë që i kryjnë punë, komandat vinë pe snaltit. Këta kanë zërhojnë udhëtar dhe shkutojnë namazin. Tamam? Kështu që ai zot një atje ka nejt, nëse ka pas njetën fillim me nejt një javë ditë, ai ka bën mirë që ka shkutuar namazin. Për pas nëse fal me xhamat në xhami, atëherë është meselë tjetër. Atëherë do të më fal që falin në xhamati. Po, Allah shpëlbej faleminderit. Po, kemi edhe pyetje të radhës, sot a lejohet me blerë një send kur e di çmimin e tij në treg, mirë po në internet e gjaj me çmim ndoshta 70% më lirë dhe vinë dyshimet ose e di që ky mall mund të më hani vjedhën. Që mallën e vjedhur nuk bën as me shit as me ble. Shëratikisht, pe rregullave, pe kushteve në fakt, pe kushteve të shit blerjes tek malli që ka kushte tek shitsi, tek blerësa, tek malli. Tamam? Pe kushteve të shit blerjes tek malli është me qenë malli halal, me qenë malli me vlerë, e të tjerë, për shembull, s'po ne blen të alkoolin, s'po ne blen asë në shet. Se nuk është mall në fen tonë, nuk ka mall që çmohet. Mishin e derës s'po ne shet as s'po ne blen. Nuk po njep dikuj një derë, kam një derë që aty kom zonë tegër, po jam diçka tjetër. Çka ndodhi? Dha një mall për marrë një mall halal sipas teje. Nuk është e lejuar, sepse ky mall nuk është i vlefshëm shariatin islam. Andaj kishë blerë është jo legjitime. Të tje gjëna qarë. Po të shit blerësi, të shitësi edhe të blerësi. A i shitësi ati mallit, që e vjedh mallin, e kënda pon mallin, e plaçkit mallin, e merr mallin pa të drejtë, nuk është pronari mallit. Për kushteve është me qenë pronari mallit. Mallin tëm së në shet. Së në shet mallin tëm ti. Me djetem, as pa djetem. Së në shet. Andaj nëse ti dëshan, edhe dëshimit qënë ty kohë shumë, drejt bindjes, se që mall është i vjedhën, të nuk bërën ble. A nëse thonë nuk di që ka bane, të i bënë e di. Atër ki drejt. Faleminderit, Allah shpëleft. Hoq, kemi pyetje të radhës. Ditën e martë një për emisioneve të juve keni përmend disa stolitë mashkujve, por nuk e keni përmend bryzik të dorës. Mashkut a i lejohet e majt, janë dikush që do toja në dorë, dikush rruza në dorë, mashkuj që qesin do halal në dorë, a lejohet për mashkuj pas këto? Onazat shumë dhe dikush ka qef. Onazat shumë që do gjishtë të punët stëli e femra është ajo. Femrat kanë stëli pa kufi, kanë të drejtë me vendu stëli pa kufi, edhe për nga sasia, edhe për nga lloji. Për nga sasia 2 kg, nëse më riqen ajo, 5 kg ari nëse mush, në trupën, gishten, vëthën, qafën, krahët, teshat me ari, kapuqin me ari, ku ta dijone, s'ka dërt. Allahu ja ka lejue femrave pa kufi. Po sa ka leju mashkujve. E tani qohen motrat tona, dhe i njërat të gjahili, thojnë islami ka shkel drejt të femrave. Të si mashkull një unazë që aty, edhe të argentit. Të argentit, taret e ki haram. Me mdafsh ki haram. Zinxhirën fët e ki haram, ari argent. Halhala po toja po kësa farë, shka dhe qoftë, bilizëka që qoftë ke ki haram. Imam Nevaviu Allah pas më shiruhe cek në gjëmum, për ulemat të tjerë, se për personaza, se argentit, krej tjerat, që ka i bënojnë mashkujt, të shumica absolute lëmave në haram.
Me qenë të arit janë haram edhe për një fakt tjetër, që është ari, po mos jenë të arit, se argjent, zinxhirin fët, halhalja këtë ndorë, me peje pa peje ku ta diune. Krejt këto, thët janë haram sepse, jo për nga përbërja, por për faktin se është stoli që përngjan femrave. Apo thë ndryshe, për faktin, për motive është në gjashmeria me femna. Time që tu përngjan femrave, sepse këto janë pjesë e femrave. E pejgamberi ka thonë, men të shëbëhe, lanë Allah në të shëbëhine me në regjale bin nisa, o në të shëbëhate bir regjale. Allah i madhkoftë ata që janë mashkuj që i përngjajnë ngjasojnë femrave dhe femrat që i ngjasojnë mashkujve. Kështu që këto stoli i përngjajnë janë natyre femrave, o përngjajnë femrave, andaj ne nuk bën të bëjnë. Ka problema vetë në vijët se këthët, Gazali ka liju këtë punë, Gazali është talim i madhë, e ka liju këtë punë, ka dhe limat të tjirë, që kanë lijuar, thonë se nuk është gjashmëri me femra, për shambët në bajt në farë ndohër, në farë këtë dyjonë. Në kohë të sotit, për mendimin tim tash personal, kjo që kanë thonë, i ka shkot alemat, për mendimin tim, këto, për pas që përngjajnë veshjes e femra, stolive të femra, shka në vëvijo, këto tregojnë edhe një jo seriozitet tek mashkulli. Mashkulli të jetë pedant burr. Më thonë më ndryshe, zinxhirin qafë, të sheqet një mashkull. Jo se që kratë, që sheqet. Që shep notën me pa dikush në djallë me në zinxhirin qafë. A mund tjetë me i mirë tash, karakter s'pa flasëm na. Zinxhiri nuk flet, po çka thënë njerëzit? Nuk thënë që e bërë mirë. Andaj nuk mund bësh bërë mirë me zinxhirin qafë. Për atëm, kër e shëtë diku zinxhirin qafë, e thëmë ti, apo më ndonë që bësh me e mirë me këtë zinxhir? Jo. Apo do me të regu që e pasën, po nuk është kjo mënyrë me të regu që e pasën. Apo do me të regu që je ma i bukura, ma i pas, ma zotnia, jo, asë një këtës janë. Nëse do me të regu që je ma mangup, po ti je serios, nuk të kohë, ti je ka këtë djali mirë. Pastaj pas këtë do vjetë të sene, do. Andaj, nuk e nevoj me adhani për shtypi jo të mirë njerëzve. Mirë. Do farë pejnë fët në dorë, që nështë ta me thonë, që në gjithë në fët, unë nuk shab përfru asë njerëve në gjitë, edhe bashkan gjitëm në vitit të tjirëve. Nëse nga njerë, nëse shëfë se ka nevoj, jo personalisht, por, i dhonë në fallaj për shtypje rrethit të në kujetën të. Se ti e thi njëri normal, sepse ata më falë 5 kohë namaz me kanë praktiku si fesë, që në ekstremist, këtë sotit. Disa shëqëri, disa mjedise, disa mjedise, që e në ekstremist. Ti nuk e ki dërqë për që në ekstremist fundja, por po do me përqu da vete njerëzve. Po do me kallëzohë vlera që i pasedën ti. Të i kuptu ata këtu vlera, të bind që këtu vlera pas kanë peshë, të ti përqafu vlerat, dhe të kuptu që këtu vlera e në rrjedhoj e një islamit ta. Se feja pas që në bërri mirë. Ta më nëse për shambën në Evropë, shka një shërben dikujna, një këshia që dikon, ase ki gjakot, ase ki gjuhës, ase ki farefes, sen dy atë zotit, por o me të vetën. Dhe të fise bile për hatër e zotit, shka një shërben për të. Dhe një dëpij dështë pytë, plaka, a bo me ditë, pse për më kësyrë ty mu, pse për më kujdes për mu. Nëse me ndonë me dha pare, në nuk kam, dhe këmë lanë testament, të zami kishës për shamë. Ose djallit cilë është në shtetë tjetër, nëse me ndonë. Andaj, nëse ki interes
material, tani dëshpërohesh, nuk kam me të dhënë. Pse vjen mëshirë? Ka thot, as që më shkumene për atë pumpile. Por, feja ja, o më nëzit mu, që mu kejdes për shtresa dëpta, për pleq, për cmut, për një që ka nevoj për fukara, andaj ne bujna veç për hatër të Zotit. Se as që disa ki pasuni, as që po du me lodhë për atë punë, që i bjen kja? Bjen me të rëgu vlera, me të apelqy fejnë ty. Apo? Pra, për mi thyjë dhe para gjikime, ka njëherë, veçantin e për mi diset të ndryshme, më shumë flasë përëndim, nëse ma në farloj kapuqi, apo në farloj diçka këtë që të ndohër, loj ku di unë diçka, nëse ti me ndonë që të krymë punë për me hjek në allaj para gjikimi. Bane. Për ndryshe, thjesht për stelimë së në gjithë, sepse i përnxon femrave, e pastaj hinën në hadithet që pejgamberi ka ndalu sallallahu alaihi wasallam me ngjasu e burrat grave dhe gratë burrave. Kjo mësinë shumë e ndihshme është edhe por mësinë e ngjashmërisë. Ngjasu njëna gjini tjetrës, është shumë e ndihshme. Por ka diçka që atë ndryshon fetfaja, apo mund të ndryshoj edhe shkak rrethanave. Andaj, ulemat Allah pas me shuruar, ata që kanë dikë të vënë shumë, s'po flasë kohrat e qindra viteve, ata që janë tani i ndryshojnë fetfat, apo do të më ndryshu fetfat, i pjesë të që ndryshojnë shkak rrethanave, për ndryshe me shikue hadithet në parem që shflasin për ngjashmërin e dy gjinive, është punë shumë e ndihshme. Shumë e ndihshme. Sepse burrat do t'jenë burra, mashkët do t'jenë mashkuj, femrat do t'jenë femra. Po. Hoxha nderuar, pajtohesh shkojmë në pauzë të shkurtër dhe rikthehemi sërish me emisionin Rruga e ndriçuar për të dashur miq. Pas një pauze të shkurtër, rikthehemi sërish me emisionin Rruga e ndriçuar me Hoxhën profesor doktor Shafet Krasniqi, mos u ndoni nga ne. Selam aleikum të dashur miq, jemi rikthyer sërish me emisionin Rruga e ndriçuar me Hoxhën profesor doktor Shafet Krasniqi. Hoxhë nderuar, vazhdojmë me pyetjet. Sot kemi premtuar që nuk do të pranojmë telefonata, por vetëm do t'i lexojmë pyetjet të cilat na kanë arritur në redaksi. Hoxhë nderuar thotë kështu: ka marrë kredi për shkollim dhe po paguaj interes. Pa ditë që kamata është haram. Çka duhet të bëj? Si duket kjo ka kuptuar masana që kamata është haram? Ka kuptuar masanai, ky pikë së pari duhet më pendu te madhe Zot. Pas se ta ketë kuptuar njeriu se ka bërë mëkat haram, duhet më pendu të Zoti. Kjo pare, dyta, duhet më të rjek për ati mëkatit. Tash, mënyra tash është çështje që është më të rjek, më mujtë sa ma shpejt më të rjek, me lagë sa ma shpejt. Më falë, dhe çështja e tretë, më vendos se më nuk kam u kthy kornat haram. Këtë në kusht të pendimit. Mira peshmani, për veprën që ke bë, më distancu prej sajna, dhe më vendos mos më kthy më në te sa t'jesh qallë. Allahu na falë. Allah dëroft. Dhe pyetjen e radhës e kemi, po na parafroj ka me pyetjen e parë. Shumë gra thotë kundërshtojnë poligamin dhe deklarojnë këtë hapur. A është mëkat një gjë e tillë? Jo, gratë tona besimtare, që falin namaz, nuk e konsiderojnë, nuk e kundërshtojnë martesë me grup dytë, poligamin, për nga argumentet, si dispozit fetare, sepse të din që është e lejuar, dhe ato tanat e din, motrat tonë, bia tonë, e din të tanat që falen, të tanat e din, se nëse kundërshton një ajet koranor, një dispozit të Zotit, del për dinit, andaj nuk ka vlen ngurë me dal për dinit. Allahu na ruajt. Andaj nuk uzojmë të paragjikojmë diçka të tillë. Por,
kundërshtimi i motrave, respektivisht i grave, për martesën tjetër nga burri i saj, vije së rrjedhoj e xhelozisë tyre. E xhelozia është pjesën e tërshme e grave. Është pjesën e tërshme e tyne, e pandashme. Vetëm se dikush më shumë, e dikush më pak. Kështu i ka kriju i madhi Zot. Dhe kjo është pikave të dobta të femrës. Qështë ka kriju Zoti? Tamam, është një pikë e dobtë. Sikurse dëshmëria e sajna. Tash, e cilëson të mirat keqe është pikë e dobtë. Kjo pikë e dobtë nuk është patjetër më kanë se e keqe. Apo, kur thuash një pikë e dobtë, është pikë e dobtë. Dëshmëria e sajna. Hala pa kallëzu që ka ndodhur dikun, aja nisë kanë. Emocionet e sajna. Të tregu diçka, të e përjetu, të e shiju dhe e shfaq. Kapën emocionet. Kështu që këtu janë çështje, janë pika të cilët të dobta të femrës që ka kriju madhi Zot. Këtë formë që ka kriju Allahu. Ati kofshin fal. Andaj nuk do të fajsuar gratë në këtë çështje, po xhelozia ekstreme është e urrëtër. E urrëtër është shumë sepse ta han kryt, sepse ta vështirëson jetën. Nuk është rregull gruaja me hangër kryt burrit në stave për ditë. Ku shkohet të këbone, që ka bëna ma telefonin, nuk kanë me kanë pinë, me kanë hangër. Nuk është në rregull kjo punë. Kjo është një lloj në xhelozie të pruar, që e hanë vetën e mas pari, pastaj edhe dal nga dal edhe dobëson raportet e çiftit bashkëtorë, sepse një njeri nëse dën më së shumti në dynjat, nëse janë nis ai dal nga dal me të marrë pyetje ty, bëm, dikur komentar çtu. Dashuria ka më të zbe, dhe runa Zot ka mundësi më kthy në urrëtie. Këto motra tona nuk e kanë parasysh shumë prej tyne. I bjen men, por i bjen men vonë. Të mendojnë të përdojnë një farallaj metodë me psikologjinë e tyne, që me shtin kontrol komplet burrin, dhe në me arrin disa, për ata kur të kullat ajo bën, ku burrin shënkamt, në ven, ka të atilla, që nuk është e mira, nuk e lëvdueshme e punë, sepse nuk është vlerë gruaja me qenë komandant për burrin i dritë burrit kamt, nuk ka vlerë ajo. Është një lloj poshteti që ka marrë ajo, e që fetarisht nuk është në rregull, po edhe nga ana etikës e traditës nuk ka në rregull. Tjetër është respekti, tjetër është kur e detyron njeriu imponon. Aja imponoj. Kështu që kjo është nënçmuar, por nuk arrin këtë burrat. Pra një pjesë burra arrin, po këtë nuk arrin. Tani çka ndodh? Burri të fillu me urrejt, të mund të kthyer gru tjetër. Ose hin në gjunah, ose në haram, ose runa Zot. Për atës, unë kam përmerë më shumë se një herë dhe vazhdoj të ceki këte. Gruaja e mirë, me kuptimin plot fjalës e mirë me ën fund. Gruaja e mirë është ajo e cila përpas që nështrohet burrit komplet krejt, sepse ka hak më shumë të ndaj tij, mas Allahut në qiell të burrin. Ajo me psikologjinë e saj, me sjelljet e saj, arrin në heshtje, pa e përmend, me ja mbyll të në rrugë të burrit, as mos me menu për dytën, madje nëse afrohen opsione e përpozime të ndryshme, edhe më të bukura se sa që ka këta, nuk e bën gjatë të tillë. Edhe nëse se thot kësajna. Sepse që sot ja prish në rahatin vetë çfarë guri më ka qitë Zoti. Ndoshta nuk e ka bukurin 10 që kolegët mi janë punë, ku ta diuen, për shembull, por sjellët i ka më të mira se këtë s'ka këtë rrafkës ose në gjamë me sjellët sajna. Po që aty janë vlera. Dinin e ka, moralin e ka, sjellët i ka. Andaj, burri, sa do me pas mundësi, hapësir, romartu me tjetërën, gjithmonë halla për flasëm, nësë flasëm haram, pra se prish rahatin të parës nga një herë, edhe nëse ka nevoj nga një herë.
e shtrydh vetveten për hatër, cilëve se thot prijet nuk më ja prishi kësaj nale. Kush ndikoj? A kjo nuk e din ndoshta? Që në mënyrë indirekte me sjelljet e saj, me takvallok, me devotshmërinë, me vlerat e saj, arriti përpas me fitu kënaqësinë e burrit, e që është kënaqësia e Zotit, arriti edhe me ndalu burrin me marrë dytë. A më mirë që kjo, apo e tjetra ku jam lidhë bitë burë për është donatë, po të jam lidhë bitë natën, pa e se del punë ditën, anë e më kësë që të rëkone shkërit. E të shtin me hingjëna, ose shtin me ta pru nda një të shpia, ose me ta prish jetën familje, më boni pra loj, rëmuj që përbohët ka një herë të kënjerëzit. Allahu në Zotë në drejtoft. Hoxhin Dru, me lezoj pyetjen e radhës. Thot me pyet Hoxhën, a lejohet një gruaje të kërkoj divorc nëse burri është steril? Këtë pyetje ti bënë për grasës, diçka bëu kjo. Po çfarë i ka nis Hoxha? Po i lejohet grusë, gjithsesi lejohet grusë. Ulemat të kanë folur, Allah e pas më shëruar, edhe kanë dhënë disa mendime, të gjithë kanë rënë në ide se grusi lejohet me kërkuar shkororizim, por kanë diskutuar mes veti sa kohë ka të drejtë gruaja me kërkuar shkororizim. Për shembull, Imam Ahmedi këto thotë do të më prit deri në një vit. Nëse burri nuk shërohet, atëherë gruaja lip shkororizim. Ka mendime tjera. Pra pret gruaja një kohë, se kanë kallëzu, pret edhe pastaj ankohet të kadia, ose të familja vetë, ose edhe ndajnë. Dhe kësa raste ka pas, edhe ka dhe du të ketë. Ose mund tjetë ndryshe, burri gjatë jetës bashkërtore, në një fatkesi komunikacionit, në një lëndim në punë, trafik, në detyrë, në një smundje, dhe pastaj dhe betet i paft për grune vetë, me fjetë me grut vetë, e një të gjavlin. Gruaja ka të drejtë me vazhdu jetën bashkërtore, me sabër, me durim, por nëse do më nda, është të drejtë e sajna. Dhe ndryshe, është për rasteve, kur gruaja ka të drejtë me kërkuar shkororizim. Po. Pra duket se një pyetje vjen nga një motër muslimane, thotë, a do ta dënoj Allahu burrin që më ka divorcuar pa arsye? Pa arsye, sheriatike është fjala. Nuk shahun, nuk është etike edukat, por nuk mund të them se burri dënohet në ahiret pse kanë shugruar pa arsye. Nuk mund të them. Së pari, për faktin se nuk kemi argument shariatik që më obligon mu me majt gruan. Dhe e kundërta që nëse lëshoj hingjëna. Ka argumente sa dush të nëse bëj zëllëm hingjëna. Sa dush argumente, të veçanta dhe të përgjithshme. Nëse bëj zëllëm hingjëna. Ka argumente. Por s'ka argumente që më detyron mu me majt, dhe që më dënon mu nëse lëshoj. S'ka argumente. Tamam? E vetëmi argument që marrën disa ulema është hadithi ebgadul halali illa Allah at-talaq. E që rrëth hadithit ka fjallë, begi shumë, është i sakt, asë është i sakt. Dhe të këshëmisa hadithës është i vërtet. Halali me i urrejtur të Zoti është talak i shkororizimi. Pra, halal për i urrejtun. Për të urrejtun, po pajtojmë një regullë, se ka pasoja, ka dame. Por thuaj se dënën Allahu, nuk mund të themi. Çështja tjetër, kjo para. Dyta, ta marrë mendin ti që burri lëshon gruan pa kur gjë. Çka s'ka sot? Është vërtet që s'ka sot, por ja si pëlqen bukuria. Si pëlqen. Si pëlqen Allah. Ja si pëlqen sjelljet e sajna.
ja si pëlqen veshmëria, planton ditën, vëlla. Në 2 vos të thënë që atë, 2 vot, 2 bënd të thënë, qaj nuk qëtë të qitë. Të marë për pune, edhe, ose me marë bëk të nana, ose në gjellëtore, në restoran, gërëja bëk nuk të banë. Është e lirë sen se angazhune, fëmijë s'ka. Ta në ditën rënë ratë, ta natën rënë telefon. Nuk për dëshën më rallë, kur gjënë, zotë më se dhashtë. Ose ta në ditën telefon. S'prejkë sen me dorë. Dhe këtë atë dhe shka vesnike. A për mërë shëtesha ka da ka dalë gati se për më doke që si jem kërkona. Nuk do të bëzë zëllëm, që u shka. Ose, është të shtirë, ja hankrit. Pra, thonë, këtë pa arsyje, ke bjen permanent madhe. Apo? Tani permanent madhe mund dënohet permanent madhe. Me thonë, one jam baj filani, që i kam rru ka gjëgro, a është mendje madhësi. Tani mendje madhësia është dënuar e qërtuar. E qërtuar për dënuar. Fart e dënuar. Kështë që radhë do dhe të sene. Por, mund të thëtë motra, nuk ka arsye të binse. Mund të pajtoj. Mund të pajtoj. Nuk ka arsye të plota, mund të pajtoj. O ngut, rej, o ngut, sa hje që ngut. Për ata dohet, Allah është në ka ardhuru neve, febathu hakemin me ehlihi, o hakemin me ehliha, më interesu të 2 palët. Njëri, mërë në ka thonë Allahu, dhe del dikush pej burrave nga hana e grusë, dhe dikush pej burrë nga hana e djallit, dhe takohen dikun tjetër. Me thonë, kjo bia jonë, dhe qka pa ankohet. Dhe këmë thonë, ty bëdhe këdhanë, kjo vëllaj jonë, dhe qka pa ankohet, e të këshyrën pa kohë është punë, të nashtë të pa muna me afru. E pas të emi të bu të ditë. E nërë me folë veç e veç të cilit. E me qërtu, e me këshëllu, këta dione. E pas të emi po bashkë, më në me bashku, me këthy prapë në normalitet. Ku është kontributit të tjerëve? Pra në rase kur ngutet, vajza ngutet, pëse më ka bërtit më vijë, ranë që është një shpita, më ne. Nëse ka bërtit burri mone, nuk ja dërëj babes, fepë dërëj burrit. Dhe që është kënë të shpija ja. Se në me o mësu, e mësë bërtit kërkosh. O mësu. Aja është të sinqerë që i ka. O mësu, e ledhatun e përgdhejnë, 18 vjetë, 20 vjetë, në 30 vjetë. Me flejtë sa danë, me dalë kur danë, me arë kur danë, me humër që ka danë, me vepru që ka danë, kush, mësë me aprish, time dëhanë që përdojrët një fjallë e urë popullore. Tamam, pra kush se thëtë sen. Për momentin martohet mirë balë, qësh është më se miri, por e dënë më është do të njëjtë njëtë. Njëjtë në tradit, dhe borë i bërtet. Që i bërtet? Deta që ka mirë, se ka mirë, kësër i bërtiti. Dhe ajo po, në fell të shpia jem. Shkon të shpia vetë. Në këtë rast nuk do të mungut. Ajo ngut. Por me që dikanë më interesu. Thotë të përmënda lehtë. Ja me bolluga kur dush lehtë. Por, mi ka dzu pak pasoja, ta ndeke, kështu me rrallë. Në ndërëft. Hoxha, lezojmë pyetjen e radhës. Një pyetje, thotë, si mund të mbrohemi nga mëkatet e fshehta që nuk e shohin të tjerët? Kjo është me stedhe me Allahut. Me stedhe me Allahut. Pejgamberi ka thonë, elithmu ma hake fi nefsike, o kerehte një tali alehi nësë. Më ka gjëna është aj që ty të cilët a jetës, veprane. Amo nuk i qef me dit njerës dhe tjirë. Që që, robja, dhe kur i ka punë të mirë me Zotin, i ka punë të mirë Zotin kur të branshmet, jenë si t'jashtmet, dhe t'jashtmet, jenë si të branshmet. Për nga ona gjënaha për flase, për nga ona veprat mira të tërsen është. Sepse veprat e mira është të preferuar me mbulu. Nuk kënë me përkallzoni tyje, a falë në natën, a s'falë në natën, a jep sadak, s'jep sadak, sa bëj dhikër, sa s'bëj dhikër, nuk kënë me të kallzohë Allah.
Sa lezi Koran, sa nuk ka nevojë me të kallëzu. Nuk kam nevojë me të kallëzu. Kjo nuk do të thotë që nuk kam haram me të kallëzu ty nëse ti më pyet mua për shembull. Tamam? Ose do më të kallëzu ty që në përfala ka pak që falu edhe ti. Nuk hina në gjënahone. Po insane që njeriu ka të drejtë me majtë sekret me sheft, ma djesht me mirë me majtë me sheft, në rregull. Po nga ona këto ke për gjënahe. Po të zbulohej e branshmja jote. Më thonë pashtje mëne. Thuj ndryshe, rrëbë në pas parasysh lartë madhërinë Allahot, para se në pas parasysh syrin e veshjen e njerëzve. Ne jemi gjënaqtar të gjithë, nuk diskutohet. Për ata ne lutëm Allah me ne mbuluhe. Kjo është tjetër, që s'mujnë e pështu në pas gjënahe. Por fjala është ke pyetja që është me spastru. Pra me fol vetë kësë sen me thonë mirë, anë regull ke punë, unë i bëj Allah i gjëna gjinja me nojnë, që jem borri mirë, jem borri keqë. Kërse Allah ka thonë, te më rune nëse bel birri, vë të nësonë në fësekom, për urdhërani për të mirë të tjerë të vetën për harrani. Unë tonë këtë thonë, dilin fallo, gjami vetë sa bëjnë e falin shpe. Zmaat ke punë. Pra, do të mi folët vetë të sani, me thonë, a mos po vete hidhërim në Zotit, e s'më do të knatësia njerëzve. Po kjo është tem tjetër, ndërsa këtë tjetëra që njeriu, në fakt, pa mëkatës së në shpëton, e do të me lutë Allah, me në imbullu, Allahu të barëke, o ta'ala. Për ata e në dhe hadithat ja i që imbullim Allahut, një të mjetë një marë, këtë dënja mblenë Allah atina, këtë dënja mblenë në herët e kështu më ra. Allah në imbulloft, ligat këtë dënja, e ne përmirësoft, unë të ligat që i kemë, ja Rabbi, njerëzit. Allah shpëtë të hoqë, në lëzëm pyetjen e radhës, çfarë mendime po këshilla ka hoxha për ata njerëz që shumë përmendin Zotin, por i shkelin veprat? Ndoshta është kuptimi këtu që nuk veprojnë, nuk punojnë. Po, qartë, po nuk veprojnë, po. Kjo është gati se që cek pak më herët. Urdhërin tjetër për të mirë, ndërsa ndalë vetë nuk i bojnë. Pastaj kjo nuk është e vërtetë sa një njeri i përmend Zotin shumë pa e nda dhe i shkel veprat. Zbohen bashkë të dyja, lehtë. Nuk bëhen. Njeriu nëse është të bë dhikr Allahun, të meditu në lartë madhrinë e Zotit, të ndëgju Koran, të ngu një ders, të gjarat për fe, të lexu një libër për fe, të bë Allah me dikon për fe. Dhe në ormene që të moment e i penraki, që të moment bën zina, që të moment me thjerë zanë në këfalita, e jesë bënë të këpunë. Ja, ai që bën Allahun dhikr, përkujton Allahun, ai është i mbrojtur prej mëkateve. Ai është i mbrojtur prej mëkateve. Dhe ai vepron. Por kjo mund të jetë, më thonë, mund të jetë me mashtru vetveten apo mund nuk isha më shi që jam i devotshëm, përkujtoj Allahun shumë. Po të Zoti nuk shën këtë sene. Allahu i ditë pësheftat e njerëzve. Allah në troft. Thotë, a pranohet duaja edhe nëse personi nuk është praktikues i fesë? Po, mundet shumë lehtë. Duaja mund të pranohet edhe pej zullumqarit madje. Mund të pranohet pej besimtarit, mund të pranohet edhe pej zullumqarit. Dhe Allah ka cek shembuj të ndryshëm në Koran për raste të tilla. Për shembull ka thënë Allah, "Amma yujibul mudtarra idha da'ahu yakshifu su ilahun ma Allah." Kush është ai që përgjigjet njeriu kur është në zjarr pas Allahut? Kush është ai? Ka zë tjetër pas Allahut? Nuk ka. Dhe ka thonë Allah. Pra, këto kushtet që përgjigjet njeriu kur në zjarr musliman jo musliman, kur në zjarr njeriu ateist, komunist, po e lut Zotin çat moment. Ose ka thonë Allah azza wa jall, "Wa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu ad-din, falamma najahum ila al-barr idha hum yushrikun." Për me kaset në Mekë, ata ishin paganë dhe adhuron idhë i statuja. Pra në këshin besimtar. Por, kër hyprin anije, dhe venin valë të detit, dhe i humnin shpresat
për zotave statujave të tyre që mundën më ndihmu, ju drejtonin Zotit gjithësisë. E Allahu i përgjigjej, ju drejtoni lutnin, ju përgjigjej. Kur dilin stam për thëtë Allahu, kur dilin stam lakë që bie, kur e kalën në rrezikun, pe ju i dilshin tokë, fe edhe me shrikun, kthehen prapë në shirk. Dhe rastet tjera sa të dushke, që Allah i madhruar u përgjigjet edhe ju besimtarve. Për urësi që dinaj. Tamam. Për urësi që dinaj. Andaj, gabim është me thonë se Allahu pa besimtarit, pa zullumqarit, doa nuk ja pranon. Të më shme thonë nuk ja pranon parim, por ka rasti kur e pranon. Për shembull, në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wattaqi da'wat al-madhlum, fa innahu laysa bainahu wa bain Allahi hijab." Fa innahu laysa bainaha wa bain Allahi hijab. Tutjo ka thënë Muadhit kur ka dërguar në Yemen. Dhe në fund, hadith është gjatë. Tutjo lutjes doa se zullum që ati që ke bë zullum. Sepse nëse dikuj bë zullum, dije se mes lutjes e ti dhe mes Allahut nuk ka pirte. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 vjetave doja se kthehet mbrapa. Da'watul madhlum. Doja ti që i është bë zullum. O da'watul walid li walidihi, doja prindi për fëmijën e vet. O da'watul musafir, dhe doja e udhëtarit. Por ka përmend pra dhe doja ti që ke bë zullum. Këto hen njëri që të cilët i është bërë zullum, është i përgjithshëm. Muslimane, jo muslimane, grua, burre, i mire, i keq, ateiste, komuniste, kriminale, kryesore, ti ke bë zullum. Ruju se bën e luti Zotin ai, doja ti nuk kthehet mbrapa. Tamam? Pra ka mundësi i pranu lutja jo muslimanit. Por raportet e muslimanit me Allahun lutin dojnë ndryshe. Janë ndryshe. Kjo është mesele tjetër, kjo është tash. është një derë madhe. Së kurse, nëse mund të marrëm një gjashmëri, një krahazim, së kurse një njeri i cili për baltina ka një mret madh, me një pasuni, me të nëtë mirët, mret mo. Dhe kë, qas miri ka raportet me të sarë të trekët derën, apo që të rëgan një letër, një kërkes, dhe përmet kujna do të qoftë, a i s'ja këthe. Sepse ka raportet mirë me ta. E ne, nëse kem raportet mirë me Allahun, Allah në pranë lutjet. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ai na ka thonë: o Rabb të mi, lutëm ju mua, unë përgjigjem juve. Lutën Allahun. Allahun lutën. Me lutë Allah. Në pastaj rregullat e lutjes se kështu me rata që gjëra që kanë më shumë nevojë me shpjegim natyrisht, janë çështje tjetra ajo. Një pjesë e kësajna, në fakt, por robi i mirë i devotshëm ka lidhjen drejt për drejt me Allahun e madhruar, natën, ditën e lutë Zotin. Allah ka thonë Allahu, a ka kush për robët mi që pjesën e tretë natës shohet e lutet me dhon. Çka do me dhon? Vesh lip çapo do me dhon. Lip që pjesën e tretë natës lip çapo do me dhon. Dapi. O ke për musliman është. Andaj raporti muslimanit me Allahun janë është një miqësi me Allah, nëna miq e vliat Allahut. La ilaha illallah. Dhe Allah është uli, kujdestari jonë, bikqërsi jonë, sëndimtari jonë, mbreti jonë, zoti jonë, zotëri jonë. Allahu waliu ladhina amenu. Allah është wali ka këtë kuptime që i ceka i besimtarë, e aty që kanë besuar. E pjesë e kësajna është kur të lështy mbretën të kujdestarin tënë që ki mitësi me ta, të përgjigjë, sa i ka balë, dhe në përgjigjet Allahu të bareke o ta'ala. Hoxha, lexojmë edhe pyetjen e fundit për sonte. Thot çfarë thot Hoxha dhe sipas fesë muslimane për martesat e vanshme. Që dikush po e shtyr martesën.
Për martesat e vëndshme, kështu thotë. Po kjo është temë gjatë pak, në fakt. Përpara shqiptarët tonë martu herët. Janë martu herët shqiptarët tonë dhe ka qenë më mirë me marë. Ndoshta ka disa pasoja pak i gërshëm i papjekun, i gërshëm falë po, i papjekun pak u ta dione, si din pak ma shumë përgjithësi që ka, për ata ndëgjën shumë herë, dhe nana tona, s'kena ditë, në ka martu të reja, s'kem di qa martesë, s'kem di qa më kanu, s'kem di të ta kanë grahe. Në me që ti në gjëna ato, është e vërtet, që ti në gjëna, s'kan di të reja në kanë, që ashtu është, e vërtet. Por, i ka edhe të mirat e veta, fëmija dalin me heret, rriten. Pastaj që që shtyre martesë është rreziku më i madh është ramja në zina. Tek prishja e moralit. Shtyre martesës, rreziku më i madh, tjerat përbijen. Kryen familje van anës ka dert, s'prish punë, rritën ata. Funja pa thazot të zdalin. Pasan Allah e dalin. Por problemi është rujtja e moralit. Rujtja e moralit. Muslimani duhet të rujë moralin. Për ata të ke lidhët me dispozit e martesës. Martesa, a është mustahab e preferuar, a është vajgjib, a është harama që ka është. Varë për personit. Varë për personit. Nëse një person ka frikë ekstreme, se po bjen zina, a i ka bërë që më martu sa më shpejt. Ka farsë. Po nëse nuk ka rrezik që bjen zina, por du me kry shkollën, du me kry studimet, du me bëjnë një farë standarti, ta shpithojnë, me kriju, me bëj banes, me bëj këta, me bëj një karrierë, ka njerë dikush të me bëj, se në të që bënë haram. Ose nëse runa zëta nëse thët, s'po du martu hiqë. Se në të që bënë haram, me kush me rritë moralin gjithmonë. Pra te Imam Shafiu, Allah e pas më shëruar, Imam Shafiu thët, më mirë njeri ju, mësë martu hiqë. Me kush që kohën e martesës, angazhimin e martesës me qiftin tjetër me fëmijë me tjerë, e shfryzon në adhurim, në ibadet. Dhe ngritet e Zoti, të u ibadet. Kështu dhe Shafiu. Postrojnë të tjertë. Allah e pasmëshiru të gjithë. Të falenderoj. Allah shpëlbeft për këshillat tuaja. Dhe në lutim Zotin që të shpërblet ju, edhe ne që kemi përfituar dhe përfitojmë për juve të dashur miq të RTI-s, miq të emisionit Rruga e Ndriçuar. Deri në takimet e radhës, ju përshëndesim dhe mos harroni të na përcjellni përveç në kanalin e RTI-s, po ashtu dhe në Facebook dhe në YouTube personalet të hoxhës profesor doktor Shefqet Krasniqi. Deri në javën e ardhshme, mirëmbëjtje, selamu alejkum.